Dëshmia e Mihal Grameno dhe lidhja me objekte fluturuese të pa identifikuara. Dëshmia në fjalë nuk është të shkruar si një raport për një objekt fluturues të pa identifikuar, por si një përshkrim ngjarjeje në veprën e tij, kryengritja shqiptare, kujtime luftarake rreth çetës së Çerçisë Topullit. Përshkrimi i vëzhgimit. Teksti i cituar shpesh nga Grameno thot: Një natë, teksa luftëtarët e Çerçisit Topullit kishin ngritur një limer mbaj një bjeshke të lartë, na fluturoi përpara një objekt shkëlqyes që qëndroi disa minuta pezull në ajër dhe pastaj u zhduk. Arsyetimi ufologjik. Studiuesit ose entuziastët e mistereve e konsiderojnë këtë si një vëzhgim UFO për shkak të dy elementeve kyçe në ato kohë, 1907. Qëndroi pezull në ajër. Në vitin 1907, aviacioni ishte në fazat e hershme dhe teknologjia nuk lejonte që mjetet e njohura njerëzore të asaj kohe, si aeroplanët, të qëndronin pezull në këtë mënyrë. Objekt shkëlqyes. Vetit e objektit, shkëlqimi dhe aftësia për të qëndruar pezull e më pas për të zhdukur, e bëjnë të vështirë shpjegimin e tij si një fenomen natyror të njohur si meteor, komet apo balon. Përfundimi. Ky përshkrim, i gjetur në ditarin ose kujtimet e një dëshmitari të besueshëm si Mihal Grameno, është ngjarja më e hershme e cituar në median shqiptare, që interpretohet si një vëzhgim i një objekti fluturues të pa identifikuar, UFO, në territorin shqiptar. Aty ku jemi bazuar, ky rast është dokumentuar në veprën e Mihal Grameno. Kryengritja shqiptare, kujtime luftarake rreth çetës së Çerçisë Topullit. Maksimumi i informacionit dhe interpretimet kryesore rreth këtij rasti janë: detaj kyç i dëshmisë. Dëshmia, që daton në vitin 1907, është një fragment i shkurtër dhe emocionalisht i ngarkuar në kujtimet e tij luftarake. Teksti i referuar zakonisht është: Një natë, teksa luftëtarët e Çerçisit Topullit kishin ngritur një limer maj një bjeshke të lartë, na fluturoi përpara një objekt shkëlqyes që qëndroi disa minuta pezull në ajër dhe pastaj u zhduk. Ky citim është epiqendra e të gjithë debatit dhe përveç këtij përshkrimi të shkurtër, Grameno nuk ka ofruar detaje të tjera shpjeguese, as nuk e ka thelluar analizën e asaj që pan. 2. Pse konsiderohet rasti i parë UFO në Shqipëri? Ky rast ka rëndësi për ufologjinë shqiptare për shkak të këtyre faktorëve. Pezullimi. Elementi më i misterioz është fakti që objekti qëndroi disa minuta pezull në ajër. Në vitin 1907, kjo aftësi ishte krejtësisht jashtë mundësive të çdo teknologjie njerëzore të asaj kohe, duke bërë kategorizimin si fenomen të pa identifikuar shumë tërheqës. Dëshmitarët. Dëshmia vjen nga një patriot dhe shkrimtar i respektuar, Mihal Grameno, i cili ishte i njohur për përkushtimin ndaj fakteve historike dhe realitetit të luftës, duke i dhënë peshë rrëfimit. Mungesa e zhurmës. Duke qenë se flitet vetëm për një objekt shkëlqyes, pa përmendur zhurmë motori, siç do të ndodhte me aeroplanët e hershëm, sugjeron një natyrë non-konvencionale. Interpretimi realist ose skeptik. Nga perspektiva shkencore ose skeptike, mundësi të tjera, megjithse nuk mund të vërtetohen, përfshin fenomen natyror optik, një yll ose planet, ja Venus, i cili shkëlqen fort dhe shpesh ngatërohet me objekte lëvizshme, i cili duke ndriçuar nga rreshimt mund të krijojë iluzionin e qëndrimit pezull ose zhdukjes së shpejtë. Meteori ndritshëm, bolide. Ndonjëherë meteorit e ndritshëm mund të perceptohen si objekte që qëndrojnë për një moment para se të shpërbëhen ose të bien, veçanërisht nëse vëzhgimi është shumë i shkurtër. Zjarre të distancës. Duke qenë në një bjeshk të lartë, mund të kenë vëzhguar një flak të ndezur nga çobanët ose fshatrat shumë larg, i cili e parë në errësirë dukej se ishte pezull në qiell. Për fat të keq, meqenëse se bëhet fjalë për një vëzhgim të vitit 1907, nuk ka asnjë dokumentacion zyrtar, hetim apo detaje shtesë vetëm se dëshminë e shkurtër të Grameno. Rasti mbetet një kuriozitet historik që ndodhet në pikëprerje të historisë në kombëtare dhe misterit. Rasti Luboten, Kosovë 2010. Ngjarja misterioze ndodhi rreth 25 tetor 2010. Në lartësitë e majës së Lubotenit, Kosovë, në malet e Sharit, me një lartësi prej 2498 metra. Dëshmitar ishin një grup i madh prej rreth 230 alpinistësh, që po merrnin pjesë në një shëtitje malore. Megjithatë,
Misteri thellohet pikërisht këtu. Megjithse ishin kaq shumë njerëz, objekti megjithatë nuk u vurre nga askush në momentin e shkrepjes së fotos. Zbulimi erdhi më vonë. Dëshmitari kryesor, një fotograf anonim, antar i grupit, po shfletonte fotografitë e bëra, kur zbuloi praninë e një objekti të paidentifikuar në njërin prej tyre. Ky objekt, i parë në zmadhim, përshkruhej si një sferë ose disk, që shkëlqente si një sferë e artë. Ai ndodhej lart në sfond, brapa alpinistëve që shiheshin në plan të parë. Përshkrimi i tij lë të kuptohet se objekti dukej se reflektonte dritën dhe shfaqej qartë në një pikë fikse në qiell, duke lënë përshtypjen se ishte fizikisht i pranishëm dhe jo thjesht një defekt i dritës jashtë objektivit të aparatit. Ky rast, si provë vizuale, ishte aq bindës sa që mori vëmendje serioze. Fotografia e raportoi atë te rrjeti MUFON, i njohur si Mutual UFO Network, organizata më e madhe civile në botë për hetimin e rasteve UFO. Në raportimin e tij, fotografia u tregua objektiv, duke dhënë dëshmi se askush nuk e kishte parë ruzullin, por gjithashtu duke pranuar mundësinë e efekteve të aparatit. Pavarësisht kësaj, MUFON e cilësoi rastin si të pazakont, odd case, duke e vendosur nën hetim. Analizat e fotogrametrisë u fokusua në studimin e dritës, hijes dhe vendndodhjes për të përcaktuar nëse objekti ishte real apo një artefakt fotografik. Gjithsesi, përfundimet zyrtare të këtyre hetimeve shpesh nuk publikohen plotësisht në media, duke lënë vend për debate. Si në çdo rast të fotografive të UFO-ve, rasti i Lubotenit trajtohet me një dozë skepticizmi. Teoria më e zakonshme dhe më e fortë është ajo e lens flare, ose reflektimit. Kjo ndodh kur një copës e dritës së diellit reflektohet brenda objektivit të aparatit, duke krijuar një rruzull drite të rrem në fotografi. Fakti që objekti nuk u pa me sy të lirë e mbështet këtë hipotezë. Të tjerë spekulojnë për mundësinë e një balon e moti, një droni apo edhe një insekti që fluturonte shumë pranë objektivit jashtë fokusit. Rasti i pilotit Suad Hamzik, i regjistruar në vitin 1972, është një nga incidentet më serioze dhe më të besueshme të vëzhgimit të objekteve të paidentifikuara, UFO, në hapësirën ajrore të ish Jugosllavisë. Besueshmëria e tij buror nga fakti se dëshmitarët ishin pilot ushtarak, shumë të trajnuar dhe ekspert të hapësirës ajrore. Ngjarja ndodhi ndërsa kolonel Suad Hamzik dhe kolegu i tij po kryenin një fluturim testues me një aeroplan luftarak me shumë gjas një MiG-21. Vëzhgimi u realizua në hapësirën ajrore jugoslave, ndoshta mbi territorin e Kroacisë së sotme, dhe u trajtua menjëherë si një çështje e lartë sigurie. Hamzik e përshkrua në objektin si një dritë shkëlqyese ose një rruzull metalik që fluturonte në një lartësi shumë të madhe. Elementi kyç dhe më bindës si dëshmis ishin aftësitë manuvruese të objektit, të cilat i sfidonin ligjet e fizikës dhe të aerodinamikës. Objekti kishte aftësinë të kalonte nga shpejtësia 0, pra qëndrimi pezull, në shpejtësi tepër të lartë në mënyrë të menjëhershme. Për më tepër, ai bënte kthesa dhe manovra që do ta shkatërronin çdo aeroplan të bërë nga njeriu në atë kohë, duke treguar qartë teknologji superiore dhe të panjohur. Pas uljes, Hamzik dhe kolegu i tij duhej të hartonin një raport të detajuar për komandën ushtarake. Për shkak të rëndësisë dhe misterit të ngjarjes, Komanda e Forcave Ajrore të Ushtrisë Popullore Jugoslave, INA, vendosi që rasti të klasifikohej menjëherë si sekret shtetëror. Pilotëve iu dha urdhër i prerë të mos flisnin kurrë për atë që kishin parë. Rasti mbeti i klasifikuar për dekada dhe Hamzik ka folur publikisht për këtë incident vetëm pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Ky vëzhgim, si shumë të tjerë, tregon se fenomeni i objekteve të paidentifikuara nuk ishte lokal. Për të treguar se Ballkani ishte pjesë e vëzhgimeve globale, shërben si shembull edhe raporti i FBI-t të vitit 1947. Ky raport, i hartuar pas incidentit të Roswellit në SBA, përmendte vëzhgimet e diskjeve fluturuese, flying saucers, në shumë vende të botës,
përfshirë edhe Jugosllavinë dhe Shqipërinë, çka tregon se fenomeni ishte një shqetësim ndërkombëtar qysh nga ajo kohë. Incidenti i Cerrikut, 1993. Incidenti i UFO-s në Cerrik të Elbasanit i vitit 1993 përfaqëson një nga vëzhgimet më të rëndësishme dhe më të raportuara të objekteve të pa identifikuara në historinë moderne të Shqipërisë. Ky incident, i cili ndodhi në një periudhë kur vendi sapo kishte dalë nga izolimi, mori vëmendje të madhe si nga publiku ashtu edhe nga media. Ngjarja masive ndodhi rreth datës 12 korrik 1993, megjithëse ndonjëherë citohet edhe gushti i të njëjtit vit, në qytetin e Cerrikut, në rrethin e Elbasanit. Ajo që e bën këtë rast të veçantë është kohëzgjatja e tij. Objekti u vëzhgua për rreth 2 orë me radhë nga banorë të shumë të qytetit dhe zonës përreth. Dëshmitarët dhanë një përshkrim shumë specifik dhe të detajuar të objektit, i cili shfaqte karakteristika që bien në ndesh me teknologjinë e kohës. Forma e tij u përshkrua si një disk fluturues, ose si një pjatë rrethore, e cila kishte një shkëlqim verbues. Thuaj se objekti ndronte ngjyrat në mënyrë të pazakonshme dhe të shpejtë, duke kaluar nga jeshile në blu dhe e kuqe. Për sa i përket sjelljes, objekti fluturonte dhe qëndronte pezull ose hovering në një lartësi të madhe para se të zhdukej. Sipas disa dëshmive, objekti u zhduk papritmas rreth orës 22:00. Rasti mori dimensione kombëtare për shkak të reagimit të menjëhershëm të popullsisë dhe institucioneve. Lajmi u përhap shpejt në qytet, duke shkaktuar një përzierje të fortë paniku, frike dhe kurioziteti të madh. Për shkak të trazirave, u lajmëruan forcat e rendit, të cilat u përpoqën të menaxhonin situatën dhe të kufizonin përhapjen e panikut mes popullsisë. Ngjarja u raportua gjerësisht në gazetat e kohës, si ishte Gazeta Koha Jon, duke e bërë Cerrikun qendrën e vëmendjes për misteret. Incidenti i Cerrikut konsiderohet si një nga vëzhgimet masive më të rëndësishme në historinë moderne të Shqipërisë, i dëshmuar nga qindra njerëz. Megjithatë, pavarësisht numrit të madh të dëshmitarëve dhe raportimit mediatik, asnjë shpjegim zyrtar apo shkencor nuk arriti të zgjidhte plotësisht misterin e objektit fluturues.